Po kur I shet deklaratat e përfaqësuesve të qeverisë që dalin dhe thonë për shembull nuk guxojnë me zbrit aksizën ose me ikë të vëshën se prap ka mu keq për dorë. Kjo është deklaratë e rrezikshme. Kjo është sikur me dal. Deklaratën e Mimoza Kusari. Kjo është sikur me dal policia me thon e di qysh qytetarët dashën për mos me pas krime në Kosovë lutno. Se na nuk mundna me mbulu territorin e Kosovës me dal me kriju siguri për cilën jemi të thirr, po kur e shihni që është e rrezikuar me situatë na dilni bëndu bashkë edhe lutno dikun. Njëjtën gjë ka thonë se Mimoza Kusari, domethënë ajo veç që tha që na nuk kemi çka bëjmë. Nëse e ulim akcizën prap ka mushit nafta me të njëjtin çmim. Pra këta s'kanë kontrol mbi, nëse ti pretendon që udhëheq në ministri për cilën je përgjegjëse, edhe ki përgjegjësi me rritë edhe numrin e inspektorëve. Ka pas përvojë kjo në këtë aspekt. Po që s'ka pasur nuk është për parë ministre. Edhe nuk I edhe para qytetarëve del edhe fol sikur mos me pas asnjë ditë punë në qeverisje, atëherë çato tesha që I ki aty në zyrë, ato dosje që I ki mbledh edhe në shoja vendin dikujt tjetër. Se kjo është deklaratë e rrezikshme. Pse është deklaratë e rrezikshme? E para tregon pasiguri. Domethënë para qytetarëve, po edhe para investitorëve të tjerë tregon që nuk je shtet serioz. Kto mundet me thon Visari, pa ai plotësisht si person opinionist I lirë, mundet me thon mentori si gazetar, por u na neve na lejohet. Po me thon përfaqësuesi I qeverisë. Kjo është totalisht e rrezikshme. Pse kjo? Kompetent, profesori. Me dalë, unë nuk e kuptoj çish ka pas mundësi. Plus pjesa tjetër. Nuk kemi mundësi me largu, domethënë ti kur thu nuk mundna me largu të vëshën edhe akcizën, duhet me bazun diçka. Duhet me thonë, okay. Shteti I Kosovës parafarsisht, ndoshta Artoni e din më mirë, po janë deri në 600 milion litra në vit, sipas disa informatave që I ka marr, 500 deri në 600 milion litra që futen, domethënë derivate. Tash unë e kuptoj që 600 milion. Domethënë dikun, në formë direkte dhe indirekte, rreth 30% e buxhetit Kosovës mbushet prej derivateve. Edhe tash, ideja, nëse një qeveri pretendon që ti rrit çmimet, edhe tu marr prej TVSH-s, se shteti e merr TVSH-n, nëse del krekosët që e kemi rrit buxhetin, definitivisht unë më fajin si alo qeverisë, po ja gjuj tupin shoqënisë. Kjo tregon që njerëzit janë në gjumë. Se nëse në qëtë formë... Qësh mundet me ka një njëri drejt për drejt, do më thonë e prek gjepin e tonin të amin të gjithve. Nëse një produkt është shit 50 cent, edhe shteti ka morë 18% të vëshës, edhe nesër I njëjti produkt, bëhet 2 euro, edhe qatë të vëshët prap, që rritë të vëshëja tash, që e merë shteti, edhe t'i del edhe thunë fund vitit, këtë vit, e kemi rëpas një rritje ekonomike, edhe buxheti I Kosovës nuk ka 4 miliard, po 5 miliard, më falë. Çfarë parametra ekonomik kanë ndikuar që mu rrit buxheti I shtetit Kosovës. Krejt bara ka rrotë qytetari. Dhe ku është rreziku më I madh I kësaj që na nuk kemi të kuptuar. Vitin e kaluar kam qenë një prej njerëzve më të zëshëm edhe për organizatorët e protestave për rrymën. Sepse energjia elektrike dhe derivatët e sillin ekonominë globale. Jam përcaktues. Çka kemi thonë vjet? Mos e rritni çmimin e energjisë elektrike, se kanë mu rrit krejt çmimet e produkteve dhe mo kur s'kanë mu kthy. A jemi dëshmitar që saj? Se s'kthehen më prap. Kur s'kanë ndodhur dhe sot që mu kthy prap. Pse? Se ka mu rrit, ata që merren pak me biznes e din. Letë ka dikush me fol që kur njëtën e vetë s'është marrë me biznes, po ata që merren me biznes, krijohet një pasiguri edhe te bizneset. Normalisht se edhe kur rritet paga mesatare edhe kur rritet paga minimale, nuk është e lehtë për një biznes me pas këtë kapërcim, se duhet me pas profit, duhet me pas qarkullim. E që ky vend, fatkeqësisht, na varemi prej tregtisë, nuk është që jemi vend me industri zhvilluar. Na varemi prej një produkti që lëviz prej një vendin tjetër. Dhe tash, çta njerëz pak që I kemi që merren me biznes në Kosovë, nëse edhe që ty ne ja krijojmë një mjedis të pasigurt, unë nuk e di çfarë ekonomie kemi me pas nesër. Na nuk shesim kur gjobre. Çka shesim na çipsa? Na nuk është që kemi na produkt, çipsa, krem banane, që si gjana bazike. Na nuk është edhe që njihemi si shtet që kemi ndaj fuqi të caktuar, që kemi ndaj ose ndaj resurs tjetër nën toksor me cilin burremi. Jo, po nuk është që kemi krahasu me vendet e tjera që kanë resurse që mund me rrit ekonominë baza të shpejta, na nuk kemi këto gjëra. Na I kemi disa njerëz që e përmend Artoni që për një me janë super të angazhuar, Kosova ka njerëz shumë punëtor,
biznismen të mirë, të jashtëzakonshëm që bojnë aktivitete jo veç Kosovë, por edhe vendet e tjera të rajonit e të botës se kanë shtri bizneset e veta, edhe punësojnë shumë njerëz. Dhe na ekonomia e vendit varet prej bizneseve. Na qëto nuk do të me po se është krijuar një lloj tendence shpesh në Kosovë që me i luftu bizneset. Bile kjo qeverisja fundit, jo, po sidomos qeverisja fundit ka tentuar me përplas qytetarin me biznesin. Po çysh më qytetari po biznesi punon, edhe biznesi mbush orkat e shtetit. Do të thonë orkat e shtetit mbushen prej bizneseve, prej tatimeve që paguajnë bizneset. Punëdhënësit më të mëdhenj vend janë bizneset, nuk është shteti. Shteti i punon veç 90.000. 90.000 shërbëes civil. Domthonë shteti nuk punon më shumë. Kështu që na kemi vashmëri prej bizneseve. Në Kosovë prej 1.070.000 njerëzve që kanë mundësi pune, të regjistruar janë veç 400.000 që punojnë. Domethënë kemi rreth 600.000 njerëz që janë jashtë tregut punës, që punojnë në forma informale. Po janë deklaruar overdraft. E mos të flasim për format e tjera. Kështu që gjatë moment që është një person të qeverisë që del dhe bën kësi deklarata, mu si qytetar më krijon pasiguri. M'fal, nëse ti si institucion nuk mundesh me kontrollu rritjen e çmimeve derivateve, ti apo preton me dalë me kontrollua, ti apo peçet qytetarin atje me 100 telashe, tash më jasit një obligim shtesë dhe me dalë me kontrollu, e mu kap me atë të pompës benzinës me thonë kush je ti me rrit çmimin. Çfarë autoriteti jo qytetari me dalë. Por çto zoje ke marr pozitën kur kush me zë nuk ka shtim me kandidu, nëse nuk mundesh me marr atë pozitë, ka njerëz tjerë që mund të marrë edhe me kry punën. Po jo me dalë me thonë nuk mundna me largu të vëshën aksizën, se është një diçka shumë e thjeshtë. Shumica e vendeve të rajonit janë të zbrit, dikush 14%, dikush 13%, dikush 60%, të vëshëja përmend një artoni mundet përkohësisht. Hajde bëj rrethën, nëse nesër kthehet çmimet në nivelin e pota një reagim edhe dje, nëse nesër kthehet stabilizohen çmimet. Rrethë be pak një 2-3 cent akcizën edhe ktheje pak çato që e ke hub përkohësisht, po mos ketë kësi diferencë prej 1 cent tash po pritet me shku ndoshta javën tjetër, mund të me prek edhe 2 euro.